Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në madhur e falenderojmë, vetë në përti ndihmë dhe falë kërkojmë. Emisionet të ndërrua Lëzër dhe motëm në takimin në radhës në legjeratat e komentit e gjuzit amme. Kemi përfunduar në takimin e kaluar surën El Maun. Dhe kemi thënë se pas surës Maun, do të vazhdojmë inshallah me surën e radhës, e që sot do të vazhdojmë me surën El Kauthar. Sura El Kauthar është sura e shkurt, madje është surja më e shkurt e Kuranit. Nuk ka surë më të shkurt e surën El Kauthar. Mirë, për në kuptimin e përmbajtës është nga surat që nuk është letë me i komentu. Jo që në aspektin përmbajtësor është të vështirë, por në aspektin përmbajtësor është shumë e pasur. Sura El Kauthar është nga surat që dietarët kanë shkruar libra për këtë surë. Unë e përmenu koment i surës në qindra faqe. Për shkak se vetë emri i kësaj surës tregon se është sura e pasur, e që do të tregojmë inshallah gjatë komentit të kësaj sure. Sura El Kauthar, të ndërrohet Zot, ka mos betim tek dietarët sa është sura e Mekës apo sura e Medinës. Ju kujtohet gjatë përcjelljes së ligjëratave se ne në vazhdimsi domethënë përmendim se surja në cilën periudhë ka zbrit. Nuk është kjo thjesht vetëm për ndarje periodike të zbritjes, por është për shkak se në çdo periudhë të jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, periudhës Mekase dhe Medinase, do të thotë ka veçori që e dallon një periudhë nga tjetra. Trajtimi i temave në periudhën e Mekës nuk është sikurse ai në kohën e Medinës. Prandaj është mirë ditë këto çështje se në kohën kur besimtarët kanë qenë të dobët, kanë kaluar për sprova të caktuara, si ka qenë trajtimi kuranor i kësaj gjendje. Dhe pastaj kalimi në Medinë. Surja El Kauthar, të ndëruar, ka mas pajtim të dietarët se a është sura e Mekës apo sura e Medinës. Shumica e dietarëve kanë mendimin se sura El Kauthar është nga surat e Mekës, për shkak të përmbajtjes së saj. Përmbajtja e surës El Kauthar ka përmbajtje ngushëlluese, përkrahase, dhe ka përmbajtje goditëse për armiqtë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që kanë qenë domthonë më të theksuar, më të hapur, më publik në Mekë se sa në Medinë. Por është një transmetim në Sahihun e Muslimit që ka bë dietarët me pas edhe mendim ndryshe, se është sura e Medinës. Transmeton Enesi radiallahu ta'ala anhu, sikur se qëndron në Sahihun e Muslimit, se një ditë pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam duke qenë së bashku me neve, u kot për pak qaste. Nuk ka qenë duke nejtë me sahabët, dhe është kot për pak qaste. Pasa u këndel i buzëqeshur. U këndel duke qesh pejgamberi alayhi salatu wasalam, e thot Enesi radiallahu ta'ala anhu, e pyetëm ja Rasulullah, o i dërguar Allahu, çfarë të ka bërë të jesh i buzëqeshur? Atëherë është përgjigj Muhamedi alayhi ka thënë, më ka zbrit një sure më herët, ku Allahu te baraka wa taala më ka premtu dhe ka lexuar surën El Kauthar. Andaj kjo ngjarje ka ndodhur në Medinë, për shkak se Enes ibn Malik është pas një ndyshje i Medinës, dhe ky rast është në Medinë. Dhe dietarët që kanë thënë se është e Mekës i kanë jep dy versione lidhur me këtë çështje. E para kanë përmend mundësinë që një sure të zbret dy herë, edhe në Mekë edhe në Medinë. Ka këso sure që ka diskutim dietarët se a ka mujt me zbrit dy herë një sure. Arsyeja pse një sure mund të zbret dy herë është për shkak të rëndësisë së surës dhe ngjashmërisë së rastit të zbritjes së surës. Mund të jetë një rast në Mekë, po i njëjtit në Medinë, i ngjashëm, që vije sura për të rikonfirmuar përgjigjen në rastin e caktuar. Andaj thonë se sura El Kauthar është të kësaj natyre, ka zbrit dy herë. Prandaj një herë në Mekë, e qartë, edhe në Medinë në rastin e Enes ibn Malik. Ndërsa një transmetim tjetër apo një zgjidhje tjetër që kanë dietarët është se zbritja e surës El Kauthar po është e Mekës.
Mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domthon e ka pa në ëndër apo i është kujtu apo Allahu xhallahu ala ka frymëzuar për vlerën e kësaj sure dhe është zgjuar i buzëqeshur me përmbajtjen e surës, jo me zbritjen e surës. Andaj kur ka thonë pejgamberi më është zbrit më herët, nuk kupton aspektin kohor tash, po më herët domthon në kohën e Mekës. Si të qoftë, këto janë disa prej diskutimet e dietarëve rreth kësaj sure, sa është sura e Mekës apo është sura e Medinës. Edhe pse shumica e dietarëve mendojnë se është sura e Mekës dhe duhet mbetet kështu për shkak të përmbajtjes së saj në esencë, por hadithin e Muslim që e përmenda e ka kuptimin në bazë të asaj që e përmenda gjithashtu më herët. Sura Al-Kauthar, të ndërruar vëllezër, e dini se para saj është surja Al-Maun. Edhe kemi komentuar surën Al-Maun. Kemi thënë se lidhja e surës Al-Maun me surën Quraysh ka lidhje në shumë aspekte. Gjithashtu edhe lidhja e surës Al-Maun me surën Al-Kauthar ka lidhje të mëdha. Në surën Al-Maun, Allahu te barekuta përmend tipare të disa njerëzve të cilët nuk janë të ndriquar me dritën e besimit, të cilët nuk besojnë ditën e gjykimit. Dhe si të këtil kanë begatit shumëta, por u mungon begatia kryesore e cila jep kuptim gjitha begative tjera. Cila është e begati? Begatia e besimit. Andaj, Allahu te barekuta mund t'jep njerit shumë sana, po në momenti kur nuk jep besimin, ato pastaj mbeten jo me funksion e duhur dhe jo me vlerën e merituar. Kjo është e para në surën Al-Maun. Dhe gjithashtu surën Al-Maun kemi se përkundër asaj që Allah ju ka dhënë, pavarësisht çka ju ka dhënë nga begatit e mirësitë e dunjas, për shkak të mungesës së besimit, ata kanë qenë koprac. Nuk kanë dhënë, nuk e kanë falendruar Allahun xhallahu ala për këto begati që Allahu ua ka dhënë. Andaj kjo është sura Maun. Në surën Kauthar kemi të kundërtën. Allah thot, inna a'tainaka al-Kauthar. Na ta kemi dhënë ti Kautharin, andaj ti fasalli li rabbika. Falu për Zotin tënd. Do të mos vos atë të partë. Bëu falërues. Dhe kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasallam. Andaj kemi cek në takimin e fundit në surën Maun se surja Al-Maun mund të shërbejë si një model i njeriu të deformuar, ndërsa surja Al-Kauthar model i një njeriu të formuar. Surja Al-Maun model i një njeriu të dështuar, surja Al-Kauthar model i një njeriu të suksesshëm. Surja Al-Maun model i njeriu të keq, e të lig, e të dëmshëm, për shkak se nuk jep, nënçmon dhe përbuz jetimin, kjo është i keq, është i dëmshëm. Ndërsa surja Al-Kauthar model i njeriu të produktiv dhe të dobishëm në bazë të besimit. Në këto janë lidhjet mes surës Al-Maun edhe surës Al-Kauthar. Gjithashtu në surën Al-Maun përmend namazi. Mirë, po ai që e fal namazin, e fal sa për sy e faqe, formalisht. Ndërsa këtu kemi falje tamam që duhet li rabbik për Zotin tënd, sinqerisht. Prandaj edhe në çështën e ibadetit, ibadeti i përmendur në surën Al-Maun dallon nga ibadeti i përmendur në surën Al-Kauthar. Prandaj këto dy sura nëse mund t'i përballim njëra me tjetrën, mund të jetë një inspirim për besimtarin, ja qysh nuk duhesh me kon dhe ja qysh duhesh me kon. Andaj Kurani zakonisht përdor këtë metodë të paralelizmave. Paralel me të mirën përmend edhe të keqen. Paralel me dënimin përmend edhe shpërblimin. Që njeriu t'i ketë para veti dy oferta. Të dyja ja si janë, ja pse kanë bërë njerëz kështu dhe ja pse kanë bërë kështu. Ja pse këta janë dënuar dhe ja pse këta kanë shpëtuar. Tash ti e ki mendjen, e ki netëshmërinë, e ki lirinë e mjaftueshme për zgjedhje çka ti mendon se për ty është më e mira. Dunia është kështu. Pastaj gjykimit është ndryshe. Kështu që surja Al-Maun dhe surja Al-Kauthar kanë lidhje në kuptim të aspektit paralel. Njëra paraqet një model, e tjetra paraqet një model tjetër. Në surën Al-Maun është një model, por është i panjohur. E rajit e ledhja, e ke pa ato që mon, kush a i dihet emni, prejardhja, nuk dihet për shkak se është interesant mu dit, as është më rëndësi mu dit kush është.
për shkak se nuk është model i dur. Surën Kausar dihet kush është. Inna ataynakel dihet prej ardhi ati, dali ati, fjalë dihet, se është model që duhet me ndjek dhe ja vlen me ditë kush është ai apo. Dallim mes modelit në Maun dhe modelit në El Kausar. Këtu e disa përballje mes dy sureve sa për të kuptuar domethënë se si duhet me ndëlidh surën El Maun me surën El Kausar. Shumë tjera që i kanë përmend dietarët në këtë përballje, por mendoj që është e mjaftueshme si hyrje dhe përgatitje për të vazhduar tutje me shtjellimin e surës El Kausar. Se për këtë emnit surja El Kausar, emni i kësaj sure është në bazë të një shprehje brenda surës El Kausar. Inna a'tainaka El Kausar. Kausar të ndërlozër në gjuhën arabe ka dy kuptime, sikurse edhe kena me komentuar gjatë ajetit, por në esencë Kausar është diçka shumë, pe kethir. Edhe kur bën në formën Kausar, nuk kupton diçka të çmuar shumë, edhe diçka shumë të vlefshme, edhe diçka shumë e pasur, shumë bollëk. Kjo është emri i surës El Kausar. Madje disa dietarë kanë ndëlidh mes aspektit ndërtimor të surës Kausar që ka pak fjalë dhe surja më e shkurtër dhe emrit të saj. Domthonë Allahu po ty të kënaq shumë të kënaq. Nuk është më numëru ti sa të kënaq ty. E ato që të kënaq e ka përmend një rresht të gjys. Domthonë mes emrit edhe s'po them përmbajtje, se përmbajtja është e pasur, po në kuptim të formulimit të kësaj sure me fjalët e kësaj sure. E që nuk kupton se Kurani të ndërrua vëllezër, nëse surja El Kausar me disa fjalë, një rresht e gjys është shumë e pasur, çka të bëra surja Bekare sa është atë? E surja Ali Imran, çfarë emri duhet me pas për surja El Bekare dhe Ali Imran në aspektin e dobisë të përfitimit. Prandaj ky Kur'an është i pashtershëm. Ky Kur'an është i pafund në dobit, në mirësit, në bereqetin që njerëzve u jep Allahu në vazhdimsi. Andaj sa është komentu ky Kur'an, sa është sjellur ky Kur'an, gjithmonë është atraktiv, interesant, gjithmonë njerëzve u jep diçka të freskët, gjithmonë është aktual me problemet e njerëzve, gjithmonë është pranë tyne për çdo situatë, për çdo problem që ata kalojnë për të në jetën e kësaj dunjaje. Andaj nuk ka laps që mund ta shkruan kuptimin e Kur'anit, nuk ka ngjyrë që mund të përballon kuptimet e Kur'anit pikërisht sikur se Allahu xhallahu ka thënë, sikur që mon kajt drujt të shndrohen në lapsa apo edhe pastaj detnat një pas një të shndrohet në ngjyrë ma nafidat kalimatullah. Nuk do të përfundojnë kur fjalët e Allahut te barekuhu teala. Janë të pasura, nuk është oratori thjesht, po gjithçka që është në Kur'an është me të vërtetë me peshë të madhe. Andaj edhe kur që mediton surën El Kausar, kupton se sa është mrekullia e Kur'anit e fuqishme. Sa është Kur'ani mrekulli e pamposhtur, e papërballueshme. Nuk ka diçka që i del përpara. Në këtë formulim kaq të shkurtër, në surën më të shkurtër të ndërruazër është përmbledh krejt feja, krejt çka Allahu kërkon nga njerëzit, krejt janë përmend në këtë sure. Inna a'tainaka, ne ta kemi dhënë ty. Kush jemi ne? Allahu xhallahu ala, burimi i Kur'anit, udhëzimi i njerëzimit, ai që njerëzit duhet të madhru Allahu xhallahu ala. Përmes kujna a'tainaka ty, pejgamberi është i dërguar jon. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Po çka na ke dhënë Zot? Kausar, shumë ju kom jap. Shumë ju kom jap nga mirësitë shumëta. Prandaj çka duhet me bëu Zot? Na duhet me falëru Allahun te barekuhu teala. Shikoj sa mësimet janë e këtu sa ka zbërthime. Pastaj natyra e Islamit është ajo që rregullon raportet me njerëzit edhe me Allahun xhallahu ala. Këtu e ki fasalli li rabbika, rregulloj raport me Allahun me namaz. Wanhar, thar kurban dhe shpërndaj mishin, rregulloj raportet me njerëzit. Inna shaniyaka huwa al-abtar, ai që të rën ty nuk do të ketë të ardhme. Është farsosur, është i shkputur dhe i kputur. Apo Zot vazhdon tutje mundësia e tij për me të urrejt ose me të penguar ose me të ndalu ty. Këtu kemi çasti tash nga karshit armiqve që të kundërshtojnë si dush mos silti me ta. Andaj sure me të vërtetë shumë e pasur, kuptim të adhurimit, kuptim të falërimit, kuptim të besimit, kuptim të reagimit, kuptim të
si duhet mi kuptu begatit, pastaj si me pas reagim ndaj kundërshtarëve, armiqve, gjitha këto tema kaq madhore që kanë shpjegime në to në surën El Kauthar. Andaj ka emrin El Kauthar, sura e pasurisë, sura e begative dhe margaritare të shumtë, që sot që të flasim për te, po dyshim se mbetet mundësia për të vazhduar tutje gjithmonë që të flasim për fjalët e Allahu xhallahu ala. Dhe me drejt pastaj të ndërlozë kjo sure fillon me inna, me fjalë inna. Na, kush tjetër mund të zbret një sure me kaq pak fjalë e me kaq shumë përmbajtje? Kush mund të flet kaq pak e të thot kaq shumë? Kush? Pas Allahu azza wa jalla. Andaj fillimi është fillim madhështor. Kë inna, në mënë gjuhën arabe të ndërlozë është një mënyrë e të shprehurit përmes të cilit treguohet madhështia e atij që po flet. Inna, na kemi thonë. Jo në kuptim të shumësit, po në kuptim të madhështisë së njësi që po flet. Andaj në Kur'an ka ne, ku të që në Kur'an ka ne, në esencë nuk ka të bëjë me shumës, me pjesëmarrës të ndryshëm në punë caktuar, jo. Po ka të bëjë me madhështinë e atij i cili po flet, i cili është në njëjës, mirë po, është më i madh se këtë shumësat e tjerë që mund t'i përmendim. Andaj Allahu xhallahu ala përmend në fillim inna. Ne, që nuk kupton madhrin, që nuk kupton kënarin, që nuk kupton e përsin, na të kemi dhonë. E kur Allah thot, na të kemi dhonë, kush ka mundësi me ta marrë? Kush ka mundësi me të nalë? Andaj, me të vërtet është sure që ka provoku buzëqeshjen e pejgamberit alayhi salatu wasallam, nga se në te ka ngushëllim të madh për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Përkundër që këta po flasin për ty, përkundër që ata po të kundërshtojnë, po të kërcënojnë, na e kemi zbrit. Na ta kemi dhënë. Na të kemi dërgu. Na, andaj nuk është çështje e thjeshtë. Sikur se Allahu xhallahu thotë në surën El-Fath, huwa alladhi, në surën Saf, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ai është që e ka dërguar pejgamberin e tij me fetë vërtetë, me udhëzim. Ai është që ka, kush ai? Ai është krijuesi, ai është furnizuesi, është i gjithfuqishëm, i gjithëposhtetshëm, këtë emrat e Allahu xhallahu ala. Prandaj të ndëm vëllazër një hyrje ti në sure, t'jap me të vërtetë, t'jap një forcë, t'jap një motiv, t'jap ambicie, t'jap një kënaqësi të papar më herët kur ti lexon surët e Kuranit. Çdo surë e Kuranit të ushqen me kënaqësi, të ushqen me një ndjenjë me të vërtetë, një epërsie në kuptim të vlerave që ti përfaqëson dhe beson, në kuptim të besimit që ti e ke, përdorëm nga të tjerat, ku askush mi fytyr tokës nuk mund të thotë sikurse na themi me inna a'tainaka al-kauthar. Na ta kemi dhënë. Veç të na është na, Allahu azza wa jall. Pa ndërhyt njerëzve, kur si kanë mu. As fjalët Allahu xhallahu ala s'ka dorë njerëzve. A mund dikur fytyrën e tokës të thotë, edhe na kena në librin ton na për Allahun, a mund të thotë? Jo, s'mund thot, për shkak se është Allahu, po është edhe filoni e fisteku që kanë ndërhyr me duart e tyre në ripërpunimin e tekstit të shpallës që ka zbrit. Andaj kemi edhe formate të shumta ndërme të librave të shenjtë që kanë qenë, e sot janë mes e njerëzve, por nuk u dihet preardhja, nuk u dihet kush ka thonë, nuk u dihet ku është fjala e Zotit dhe ku është fjala e njerit, e përzime apo. Andaj, shikoj këtë kënaqësi që ti e ke, këtë kënaqësi që ti e ke, nga se kur thot na, është me drejt Allahu azza wa jall. As kush tjetër, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është pjesë e kësaj na, veç Allahu xhallahu ala. Edhe Muhamedi është pjesë e të begatuarit. Është i begatuar, jo ai që dhuron begati. Inna a'tainaka. Na, Allahu xhallahu ala. A'taina. Fjala ata të ndërua vëllazër në këtë sure ka kuptimin e veçantë. Se dhënja në gjuhën arabe ka shprehje, po në Kur'an përmend zakonisht me dy shprehje. Me shprehjen ita me t, edhe i'ta me ain dhe ta. Andaj thot o ita i zakat, japin zakat apo. O man yu'ta al-hikmata, ati që i japet yu'ta, apo me të but, urtësia, jap dhurim apo tu'ti al-mulka men tasha.
ti jep pushtet kujt don, wa tanzi'ul mulka mimmen tasha, dhe e merr pushtetin kujt i don. Me fjalën ita është përmend, tu'ti. Ndërsa në surën Al-Kawthar ka ardhur me a'tainaka, me ta të fuqishme dhe me ajn. A ka dallim mes ita dhe i'ta? Pse përpran këtë dallim, domethënë gjusor këtu me nuk është lehtë me zbërthy në gjuhën shqipe, për shkak se dallimet e ra nuk ekzistojnë sikur se dallojnë në gjuhën arabe në këtë shprehje. Për shkak se të ndërlozër kur përmend fjala ita me të dëbut, ma but, apo ato që Allah e ka hap dikujt nuk kupton se veç atij e ka hap. Apo për shembull kur Allah thotë tu'ti al-mulka man tasha, ja pushtet kujt don. A ka krejt ka ekziston për të veç filonit? Jo. Pushteti është i madh, pak i ka dhon këtij, pak i ka hap atij, për asaj që ekziston. Wa man yu'ta al-hikmata, atij që japet urtësia, a ka mundsi një ket urtësinë me pas? S'ka mundsi atë. A kur përdoret zakonisht fjala i ata nuk kupton se ato çka ta kemi jap ty, kërkuesja kemi dhënë atë. Që nuk kupton që në start një vlerë të shtuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, një privilegj më ndryshe që e gëzon veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e përmes tij e gëzon kush edhe ummeti i tij. Pastaj inna a'tainaka, ty ta kemi dhënë, specifikisht ty. Çka të kemi dhënë ty? El-Kawthar. Të ndërmos para se me kalu te Kawthar, çka është? Veç formulimi hyrës i kësaj sure jep me kuptu se çfarë kujdesi ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë përkraje ka nga Allahu te bareke ve teala. Allahu në fillim paramenon në Mekë, domethënë i dobët, i shtypur, pak ndjekës, edhe ata jo mirë të konsoliduar, dikush një pjesë, Kurejshit arrogant, fyes, nënçmues të vazhdueshëm, Allahu xhallahu ala po i thot pejgamberit inna a'tainaka. Këta kanë marrë diçka që ka marrin këtë tjerë, ama ty të kemi jep diçka që as merr gjithkush. Prandaj edhe kur kanë ardhur dietar me komentu fjalën el-Kawthar, kanë mos pajtim çka është realisht Kawthar. Edhe pse e kanë shpjeguar në aspektin e përgjithshëm edhe në aspektin e përvetshëm. Në çdo aspekt të komentuar fjala Kawthar, nuk kupton se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka marrë të veçantën, specifikën, apo që realisht nuk e gëzon askush nga robët e Allahu xhallahu ala, përveç Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ose përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kemi ardhur fjala el-Kawthar. Çka është el-Kawthar? Kawthar thash edhe më herët në origjinin e përjarës së kësaj fjale në kupton shumë begati, këthir, shumë. Andaj në këtë formë është edhe fjala, për shembull, gjauhar. Gjauhar i thonë margaritarit, do vlen margaritari. Prandaj në gjuhën arabe kur diçka dënon se është shumë pa numër, e bine në këtë formë të kësaj folje. Kawthar. Shumë të këna dhonë ty. Mirë, kur fillon me numëru çka të kena dhënë shumë, të ndërlozë në esencë ajo që është përmend në komente kryesisht ka të bëjë me çështjet e ahiretit apo çështjet e besimit. Andaj Allah të kena dhënë shumë. Tash kur themi shumë, të ndërlozë, zakonisht pyetja vijuese mas shumë të kom dhënë. Pyetja vijuese, çka është? Sa? Është sa mi ke dhënë? Për shembull, të kumpru shumë sene. Të kumpru shumë sa? Me këthim para sa bot, apo? Nga se çështjet e dunjas janë të matshme. Ndërsa fjala el-Kawthar është e pamatshme. Për këtë arsye, edhe nga komentuesit e hershëm të Kuranit, e kam përmendur se ajo që Allahu ta ka dhënë ty, el-Kawthar, është Kurani. Apo, sa kushton ky Kur'an? Me e përkthy dobin e Kur'anit, me e përkthy mirësinë e Kur'anit, sa kushton? Dunjaja është boll. Absolutisht. Kur do të vlen dunjaja? Të ndërrozë sa vlen fjala e Allahut azza wa jall?
Ka në disë të transmitime se, ka thonë pejgamberi s.a.s. Vlera e Kur'anit ndaj fjalëve tjera është sikur se vlera e Allahut kushtimisht, po them, ndaj njerëzve. A mund me bu krahasime? Për shembull, njerëzit të mirë, po Allah është më i mirë. Sa është Allah më i mirë se njerëzit? Kjo vjen në aspekt krahasimor veç për të shpërfaq dallimin, apo jo për të përcaktuar kufizimet. Jo përcaktuar për kufizimet apo. Se ka të thënë që veç futesh në krahasim sa për të tregu dallimet e mëdha, po jo për tregu se sa është dallimi, se dallimi është i pashpjegueshëm. Prandaj të ndërlozën në këtë dunjë që ka, domethënë, mangësi, ka zullum, ka smundje, ka vdekje, ka dhe begati, apo në raport me një Kur'an që s'ka të meta, nuk len smundje pa ta shërua, nuk len problem pa ta zgjidh. Është rrugtimi që qënë tek Allahu xhallahu dhe shpëlimi i tij. Sa mund me konë Kauthar? Shumë opta. Prandaj Allahu na mëson këtu se ato që ka të kapë Allahu te barekuhu teala, edhe ty, përmes Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, është vlera reale që ki tek Allahu xhallahu xhelalu. Çka e ka pa Allah, për shembull, a kanë mujtë me orë Kurejsh të Mekës pas surës El Kauthar, me i thonë pejgamberit alayhi salatu wassalam se e çka të ka pa Allahu ty edhe të neve, hajtë dalim të qabë edhe matëm. Matëm, qëtë ti për shembull, sa ki pasus, na sa këna pasus. Qëtë ti sa ki ari, na sa këna ari. Apo thush të ka pa Allahu shumë, apo thush Allahu po të dënë. Hajde e qesëm të qabi edhe matëm kush ka ma shumë. A e kanë kërku këtë Kurejsh të Mekës? Jo, absolutisht. Për shkak se pejgamberi s.a.s. pe në fillim i ka mësu se çka i bin me tjep Allahu azza wa jalla. Aja çka i ka për juve, apo nuk është pjesë që në matna me te. Nga se sështë absolutisht njësi matëse për kur gjë. Për kur gjë. Nëse kishin Kurejsh të Mekës me të regu sa arin e kanë, apo bashkë me pejgamberin sa ari ka ai. Kjo njësi matëse për çka të shërbante? A mund shërbante kjo njësi matëse për shumë kush e ka të vërtetën? Jo, se pejgamberi s'merr pjesë në garra. Këse kjo njësi matëse është komplet e paqëndrueshme. Mirë, të kështë me qenë kjo garë, me këtu njësi matëse, kush e meriton udhëheqjen e Mekës? A merr pjesë pejgamberi në këtë matje? Absolutisht. Absolutisht. Prandaj të ndërvozë në matjet në të cilat Ebu Gjehli del më i mirë se pejgamberi, s'na vijnë matjet ato. Stuta e matje me kon heq. Andaj Allah ka inna atajnaka, ty që atë kena dhënë, hajtë të dinë ata le vin pra. Fatu bi suratin min mithli. Hajtë një sure bërë ju, pa të famshëm që jeni. Çfarë ka pejgamberi sa thotë? Këtu kanë hesht. E kanë thënë se ajo çka i ka pa Allah këtij, si ka kërkuit. Që kjo është ajo që ju bën kënaq. Që kjo çka ju kemi dhënë ju, që kjo është ajo. Ato tjera që janë marrin kuptim me qëta. Pa këtë s'kan kuptim ato. Që kjo është Kauthar. Shumë të kena dhënë. Të kena ndëruar me udhëzim, të kena ndëruar me besim, të kena ndëruar me Kur'an, të kena ndëruar me adhurim. Natë kam El Kauthar. Që kjo është Kauthar? Nga komente Kauthar është edhe lumi që është në xhennet, sikur se ka në rëfimin e pejgamberit për Isra dhe Mirajin, i cili thotë se kur kam shku në udhëtimin e njohur në Isra dhe Miraj, kur është ngjitur qiell, ka hyrë në xhennet pejgamberi alayhi salatu wasalam, thotë ra'aytu nahran, e kam pa një lum që i ka thënë Jibrili, kjo është lumi i Kauthar, kjo është Kauthar. Në paramana, qad hafatahu min dhahab. Thotë pejgamberi alayhi salatu shtratën e kishte nga ari atë. A mund të paramenu? Shtratën e kishte nga ari. Kauthari nuk është lum që rrjedh të ndërlozër me mat sa kilometra, si kilometra dunjos apo. Se dunja në raport me xhenetin është, domethënë, çfarë më thon apo? Shumë e vogël. E pakrahasueshme apo. Dunja e komplet. Dunja e komplet. Para lumin e pejgamberit sa më sili, domoni kishte anash apo. Pastaj e përshkruan pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe ujit, i cili ishte më i bardhë se akulli, më i ëmbël se mjalta,
ku shpim për ti njëre, nuk etet më kur. E kështu më radhë, qëta të kanë edhe në ty, apo, qëta të kanë edhe në ty, apo. Kjo është e ahiretit. Prandaj, në të gjitha komentet e Al-Kauthar, begatia që ja ka hap Allahu pejgamberit, e që ja përmen si mirësi, ndaj ti dhe ngushtim se, ti ajë që kimi ja dalë fund, jenë begati ose të ndëridhë me besimin, ose të ndëridhë me ahiretin. Qëto e që ka matët njeri, që ka të ka hap Allahu xhallahu ala, të tjerat, matën për mesaj begatia. Begatia e pozitës, begatia e dijes, begatia e pasuris, begatia që ka do që ke matët me, sa të ka hap e kësa hapëtën. Sa të ka hap, sa ndikon në këtë begatia esenciale e besimit dhe e Kur'anit. E pastaj vlera e pasurisë, vlera e pozitës, rresht ngritet çmimi i saj mbi bazën e prezentës së besimit këtë begati. E këtë s'kam pasur si kurresht me diskutu me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, e na, a kena Kauthar na? Kjo për pejgamberin që ka, na thashtë të ndërozët. Allahu thë se Kauthar në esencë është për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe Kur'ani, edhe besimi, edhe lumi në xhenet, për ta është. Nga sa është i pari. Dhe ne që përfitojmë për ti, i gëzojmë këto mirësi me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për shkak të ndjekjes së rrugës së Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak të tij si person, por për shkak të ndjekjes së rrugës së tij si pejgamberi i Allahut te bareke ve taala. Andaj pejgamberi alayhi sallam ka përmendur, domthon para hyrjes në xhenet një lloj pusi të madh, haud e ka emrin, haud që mbushet nga lumi i Kauthar i xhenetit. Don mbushet me ujë nga Kauthari i xhenetit, e ka thënë pejgamberi alayhi sallam, ana faratukum inda al-haud. Unë ju pres tek haudi. Haudi që ky pusi i madh, bani i madh, ka pranë pejgamberi se mesirtu shahrin, një muaj ditë me udhëtu s'u ne kalan. Çka është i madh apo? Çka është i madh? Një muaj ditë me udhëtu, s'mush me kaluar. Është i madh. Thot unë ju pres aty. Edhe çdo kush që vjen nga ummeti i pejgamberit, pejgamberi më jep ujë me pi atë. A është që kjo nder për neve? Që kjo është inna a'tainaka al-Kauthar. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se gotat që janë me pi secilin nga gota e tij, apo gotat që janë rreth, janë adadu nujumi s-sama, janë sa yje në qiell. Sa ka yje në qiell? Sa ka yje në qiell? A din dikur sa është numri apo? Allahu ala, miliarda jo. Disa dietarë kanë thonë se gotat nuk janë në bazë të numrit të dietarëve. Nuk janë në bazë të numrit të umetit, po janë në bazë të numrit të dietarëve. Sa kanë këtu me dietarë, apo? Nga sa ata janë yjet ndriçues mas pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj kush ka fituar vëllazë? Kush është ngrit? Kush ka pasues e kush s'ka pasues? Sikur se do përmend në fund apo. Prandaj kët Allahu thon surën Kauthar, që ka sa e shkurt, po sa përmbajtësor apo thon. Andaj vin ummeti me pitë për mëson hinja derisa disa dojnë me hy. Mirë po melekët thonë këta nuk kanë nisën këtë ujë apo. Largohen nga ujë apo. E thot pejgamberi ummeti dhe këta në ummeti jam, nga se nuk din pejgamberi esencën e tyre, nuk e din brendin e tyre, nuk din çka kanë ta. I shas si ummeti tina në kuptimin e jashtëm, kuptimi formal. E melekët i thonë innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din çka kanë bëu këta mas teje. E kjo çka kanë bëu këta mas teje, ka koment gjatë të kulemat, mirë po të ndërru dhe zërë. Kryesisht, në kuadrë të shumë komenteve, kryesisht, ata që mas shumëti përmendën në komente djetarëve që kanë mu largu, kush janë? Përmendën këta, ata, ka komente, kjo është koment veti, po mas shumëti, mas shpesh që përmendën, kush janë? Jënë ata që e kanë ditë rrugën e drejtë, ose e kanë lexu Kur'anin, e kanë njoftë sunetin e pejgamberit, pastaj i kanë shtrembruar mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për interesat e veta. Allahu na ruaj. Ka dhënë fetva për mja pëlqy pushtetarit apo. Ka dhënë fetva mos më oprish biznesmena apo se si japin më apo. Ka dhënë fetva për mja pëlqy masa se nuk e ndjekin më apo. E ka thonë pejgamberi
që ta qështu kanë bëha, suh kanë limen bet dhe le badi, turë për ata që pas kanë rru keq pas meje. Dhe më thonë, Allahu po thotë të ndërëndër, unë të kom jep fen, që është ma eshtrej se krejt, të kom jep Koranin së është ma qmuar se krejt, të kom mundësu me ndjek një pejgamber që është ma ingritu se gjithë shka që ka në dunja, e ti e ke ndryshu rrugën e ti, e ke shtrembëru dhe e ke deformu këtë begati për një interes dvogël dunjas, marrët koftë. Që është të i bjen këpun. Që është të i bjen këpun. Andaj të ndërëndër, Allah në rrujt nga udhëhecit që prinë edhe në kuptimin e pushtetit, edhe në kuptimin e dijes, e që udhëheqë atyre në qënë udhët gabuara, në qënë udhët të deformuara. Allah në rrujt, se ka paralemru pejgamberin për njerëz të këtilla, të cilët gjuhën e kanë gjuhën e dietarit, po zemrën e kanë zemrën e dyftyrshit apo. Nuk kanë dyftyrsi. Nuk e kanë për udhëzim njerëzve. Nuk i kanë mjaftuar njerëz tek Allahu te barekuhu teala, por i kanë për përfitime të tjera të caktuara të kësaj dhunjaje, autoritet, famë e kështu me radhë. Andaj shtemojnë hadithe, deformojnë ajete të caktuara, kështu të qëllimi, jo kjo qëllimi, që realisht përmes shpjegimeve të tyre nuk madhnohet Allahu te barekuhu teala, nuk shtohet dashnia për Allahun, nuk shtohet pasimi për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E padyshim se njerëz të këtil që mazo ligjërate, mazo mësimi, shtohet dashnia e njerëzve për ta, e jo për Allahun xhelalu ala, kjo është problematike. Kjo është problematike. Andaj të ndërgozër Imam Bukhari rahimullah hadith e Haudi ka përmend ku në Kitab al-Fitan, në librin e fitneve, sprovave, nga se prezenca e njerëzit është sprovë për njerëzit vëllai. Për njerëz është sprovë udhëhecit mashtrues. Udhëhecit që nuk u harru njerëzve besimin, dinitetin, pasurinë, sigurinë, nuk e ruajnë. Por i tradhtojnë, i mashtrojnë për interesat tyre. Edhe dietarët, edhe ata që kanë dije, të cilët realisht nuk ka mësojnë njerëzve atë që është e duhur. Prandaj, kjo është në kundërshtim me el-Kauthar. Ne ata kemi dhënë Kautharin që ti jesh në këtë rrugë. E çish dush me qenë, çfarë është rruga? Andaj na të kemi dhënë. E çka me boti? Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbik. Falu për Zotin tënd. Falu për Zotin tënd. Të ndërrozëm. Këtu kemi begatit e Allahut ndaj neve dhe kërkeset e Allahut prej neve. A o qështu? Na ta kemi dhonë, ti bën qështu. A kemi që të dyjet? Allahut po të kemi dhonë, tash ti bënja qështu. Kush e ka nis hapin e parë? Allahu dhe Gjellewala në ka dhonë e tani ka kërku, apo ka kërku për të në dhonë? Cëla është e duhra si mbasus e l-Kauthar? Ai në ka dhonë, ai ka bo punë e ti si Zot, kujdes e ti. Ta shtipse se ke bo, kemi dhonë për e si. Paramendo me kone kunder ta. Sa t'jepsh, merë. Sa këshu marë në? Allahu në rujtë. A ne shikam, edhe këtu e mirësi në Allahot, vallahi, rahmet në Allahot për njerëzit. Allahu në ka dhonë. Për shambull, Allahu Gjallahu kërë kapë diku shëndet. A ka shku dhenja shëndetit mirë graduale në raport me falënderimin e ti ndaj Allahu Gjallahu ala? Jo, vallahi. Për shambull, ti falëndera, zemra po punën mirë. Vazhda, tash mushtit mirë, pëtën. Vazhda tani. Ne këshumë du 200 vjetë dhe shumë kosh nash, pëtën. Ta kap komplet shëndetin, rahatin, ta kap formën e duhur. Tani të kalon në ndërgjigjen tone, apo esh ti falëndus apo si falëndus. Allahu Gjallahu ala. A e ka zbit Kur'anin? A ka arë Kur'ani në bazë të kërkesave tona? O Zot, dinamit, s'po dim që shmja bo, qëna një liber, a ka arë qëtë? Ja, s'ka arë. Ne e ka Allahu Gjallahu Kur'anin pa e lyp, as pa dit me e lypile. As ka dit me e lyp pejgamberi s.a.s. A ka dit me lyp që është pejgamberi s.a.s. Ama një Kur'an që është mrekulli, i ka katë sure, e ka një sure Bekare, a ka dita? Wallahi s'ka dit. As idenë se ka pas për këtë punë. Allahu ja ka dhonë, pitina. Andaj, Allahu Gjallahu ala të ndërënëzë, nuk ka nëjë përdorimin tonë.
As nuk pret për të na dhonë çka japëm na. Jo, a jap nga bujaria e tij, a jap nga mirësia e tij, a jap nga kujdesi i tij. Për që ata në fjalën fesalli falu nuk ka lillah. Edhe pse namazi është adhurim. Nga se në Kur'an kudo që përmendet adhurimi, përmendet fjala emri Allah. Ndërsa ku përmendet kujdesi, përmendet fjala Rabb. A dhe s'ka thonë fesalli lillah. S'ka thonë. Po ka thonë fesalli li rabbik. Pse? Falu për ato që vazhdimisht kujdeset për ty. Për që ato falu. Falu për frymën që e merë. Falu për mendjen që e ki, për synin që e ki. Falu për shnetin që e ki. Falu për qetëzot që e ki. Li rabbik. Që kjo për që ato falu. Para se më arteja, e kom obligim, a se kom obligim. Para obligimit juridik. Ka shumë arsye pse dush më falë. Aja që synë të ka lau për më falë, është jeta jote, është shëndet të jote, është kujdesi Allahut i vazhdueshëm për ty. Me një kërkesë simbolike, ti gëzon 24 orë mirësit shumë ta, kujdes të veçantë, e piti e kërkon 5 vaktet me i falë ato. Fesalli li rabbik, rabbik o që kë, që të ka kriju, kujdes për ty, t'jep jetë, t'jep shëndet, t'jep pasuri, t'jep fëmijë, t'jep familje, t'jep rahati. E shumë tjera që s'ki mundësi mi numru. Fesalli, falu për qëta, li rabbik. Për qëta falu? Li rabbik. Për Zotin tënë falu. Kjo është e para. E dyta, fesalli li rabbik. Falu për Zotin tënë. Nga se nëse për Zotin s'falesh, për kënë kimi falë, Allah tënë. Nëse ati si për ullësh, ku të kimi për ullë? Dhe përgjithja e namazit tu, si forma më e kompletuar e falëndërimit, jep me kuptu se sa është namazit rëndësishëm. Nuk ka që e kompenzon, nuk ka që e zavendëson. Nëse Allah për begati që na i ka dhonë, e pastaj po thotë se në shkëmbim të begative pranoj namazin. Pse se ka përmen haxhin? Pse se ka përmen ibadet tjetër? Pse se ka përmen imanin? Beson Zotin dhe kaq. E ka përmen namazin, pse? Për shkak se namazi është mënyra më e kompletuar ku krejt qenja njëriut e brendshme dhe jashtme, është realisht në funksion të adhurimin dhe Allah të barek o tala. Kjo është e para. Dhe e dyta të ndërru vëzër, është se si kur të kishte me u kërku imani, njërë shkën me kuptu se ka të bëjmë pjesë në besimit. E ka përmen veprën për të reguar se besimi kërkuar është i manifestuar në vepër, jo vetëm i deklaruar me zamër. A në i fesalli, falu. E nuk është veç falu, imani së është veç falu, imani është edhe bëne këtë, mirë po, të reguar si kryesor se imanit është funksional, edhe ke kuptu drejt që është duhet fen, edhe dënë Allah me falendëru që është duhet, dhe me përmen që është duhet, gjitha këtu i ki namaz. Ndër Allah, qëka i tha Musa sëmë? Vë eqimi salate, li dhikri, falë namazin, që gjithë mund me më kujtu mu, mësë më harru. E përmeni Allah që e leo namazin. Prandaj namazit të ndërozër është ibadeti praktik më madhështor në Islam. Mas besimit në Allah në gjellë ala nuk ka diçka më madhështore. Minet gati namazit, jo vetëm kuptim të faljes, po kuptim të përjetimit, kuptim të ndikimit, kuptim të ndryshimit përmes namazit, pra salli. Dhe pasoj Allah që ka tha, wanhar, ther kurban. E namazi për Allah në gjellë ala, wanhar, këtu është për njerëzit. Dhe prap kjo është të ndirë namazit, se mirëmbajtja raporte me Allahun bëhet përmes namazit, ndërsa mirëmbajtja raporte me njerëzit bëhet përmes bamirësisë. E pse ka thënë wanhar, e s'ka thonë këtu tha fesalli li rabbika, e pse nuk tha fesalli li rabbika, wanhar li rabbika. Edhe tharë për Zotin tënë, pse? Edhe pse thirrja është ibadet. Për shkak se të nervozën, thirrja si akt është ibadet. Por si motiv mund të mos jetë për ibadet. Për shembull, njëri që e pren tash dimit një pastor, a ka argument që duhet me prej? Jo, s'ka argument, s'ka nevojë, se e prejnë për nevoja personale. Me rëndësi është akti me qenë bismillah në emrin të Allahut, që kjo është akti, po arsyeja e thirrjes, bidati nuk hen këtë pjesë. Për shkak se domon është nevoja të natyrshme, përveç nëse i jepet cilësi fetare e adhurimit të tani i ka tjera procedura.
Andaj shika kujdesin. Këtu therr ha nga begatit Allah xhallahu. Ama namazi a ka ndonjë arsye me thonë që për Allahun kur don më fal duhet më shkon në xhami. Kur don për shembull më fal për dikujt bën me dorën kamerë. S'ka gjithë veç për Allah, s'ka për dikon. Ja falësh, ja s'falësh. Jo se ata maunit atje. Apëton, alladhin hum yuraun. Ata s'falen, po që ata kur të falen, e falen përsyje për faqe. Ata s'falen në sens. Ama kur të falen, motivin e kanë të ullë dunjas, ti fasalli li rabbik, veç për Zotin të në falë. Për që të ndërru dhe namazi i natës është për namazit veçanta. Subhana, në kuptim të vlerës, kur të lexon për namaz natës, në kuptim të vlerës, të e përshtymin që është obligim. Nëse kur lexon, çfarë vlerë, çfarë rëndësie të bërë çme konë se çfarë nafilja apo. Pse është obligim? Ka arsye shumë të një nga ato është se Allahu xhallahu ka bën natën me flajt. Apo natën e ka bën pushu për shkak se dita është për angazhim. E namaz natës ta ka bën obligim që mos më kon ngarkesë shtesë për ty obligative. E kalon mbi bazën e imanit tënd tash. Unë e bërë s'po ta bëj, ama ti e din tash abon atë. Që ata dveçantë qohen, jo gjithkush ato. Që ata dveçantë falen ato. Sa ata në namaz natës nuk e shikojnë më a është barç apo jo, në kuptim juridik, por e shikojnë turpi Allahu xhallahu ala gjithë natën mos puqojnë gjithë savat ato. E këta janë veçantë ato. Tash ditën funksionon aspekti juridik, farzë, namaz me fal, apo natën funksionon aspekti i raport me Allahun xhallahu ala që e fal namazin natën. Është i veçantë kur kush është se ka barç, ama çu do fal. Çati është ndoshta manifestimi më i fuqishëm i fasalli li rabbik për Zotin tënd atë. Kur kush nuk çaf. Wanhar thar kurban. Pejgamberi sa të ndërvozë ka thirr kurban. Zakonisht ne na mësu që kudo që përmendet namazi më përmend kush? Zekati apëta në po. Wa aqimu salavatu zekati. Këtu s'ka thonë fasalli rabbike wa zekki. Falu për Zotin më jap zekat. Ja, s'ka thonë. Pse? Se pejgamberi s.a.s. kur s'ka thonë zekat. S'ka pas pasuri për zekat. Ka shpërnda pasuri, si ju ka bo. Se kalon kur më bo nisavi për zekat a japën. Apo? Nga se zekati nuk kupton grumbullim. Nuk është e keqe kjo. Mirë është. Ja, që shë elhamna, zekata për. Mirë po ata nalt atja po, se presim u zekat eq. Ata para zekati kanë të tjera stacione që për Allah në gjellore kënë të punë. Përndaj, pejgamberi ka shkip. Ja s'ka pas, ja ka shkip. Kur ka pas e ka shkip, kur s'ka pas, s'ka që jam zekat. E pse u enher, therë kurban, për shkak se deve kanë pas, dele ka pas, si kuptim që kanë arë si pasuje rrethonat shumë të apër. Dhe gjitha i ka prej pejgamberi wanhar. Do në wanhar thera, ushqim për ty dhe ushqim për të tjerët. Kjo është e dimenzioni i ndërtimit të raportit me Allahun dhe i ndërtimit të raportit me njerëzit. E këtu të fasalli dhe wanhar ka shumë që ka më përmend, por po dhanë pjesën e fundit të surës, pse me përfundu sot e këtë surë kemi në fund të këto ligjërate. Allahu xhallahu tha, na të kena dhënë ty. Shumë. Ti adhuroj Allahun xhallahu. Reago në begatit e Allahut me falënderim e nështrim e adhurim. Që kjo reagimi duhur. Na të kemi dhënë, tash çka bën ti? Na të kena mësu, çka bën ti? Na të kena uzu, çka bën ti? E ka përmenë në fund tash një detaj shumë interesant. Inna shani'aka huwal abtar. Çka është shani'ak? Shani të ndërvazër është ai që të urren ty, ai që të lufton ty, ai që do me të pengu ty, do me onë kundërshtarit, armikujt. Pse e ka përmenë këto në fund? I ka përmenë begatit, ka përmenë adhurimin, pastaj ka përmenë pengesat që vijnë për njerëzve. Se në esencë si janë të përfillshme. Njerëz kanë me folë gjithmonë, kanë me të du me bëu pengesat gjithmonë, apo?
Me prioritet është të fokusohesh të begatit, jo të pengesat. Me prioritet është të fokusohesh të mundësit, jo të pengesat. Shpesh e na të ndërmë vëllezër, në çdo punë, ma shumë të fokusohemi të pengesat që nuk mundësojnë me bo një punë, se të mundësit që mundësojnë me bo një punë. Apo? E kësha bo, po mirë, anë që kjo është një pengesë. Hadi për i shumë mundësit e kësaj punë, në çdo punë që do me nisë, mas por e nisë me qka? Me pengesa. Na e kështu po është koha, po është vrani. Pengesat duhet me pas parasysh, normal. Me i trajtu mire, me i trajtu që duhet për me mujtë, me vitu, me u qasë që duhet. Po jo në start për marrë me pengesa, me probleme. Në start mirë me përparësit, me mundësit, pastaj mirë me pengesat. Në start mirë me qka Allah u thotë, qka është më rëndësi për mu. Tani qka po dhe në tjerë, qësh më jabu apëta. Ama shumë njerës fatkeqësisht, mas pari që qka thojnë tjerë. Andaj i bëhet pengesë për adhurim. I bëhet pengesë për namaz. Isha falë, po ka me shku tani në punë, tani njerëzit, tani. Lej këtu, Allah, hëpëtën. Ti nisa për Allah në gjellewala. Ato pengesa, a i din Allahu gjellewala. I din, a një lej Allah, a i ti largana hëpëtën. Mos i bësh kaktar pengesat që të privosh nga adhurimi gjellewala. Ose ndë një motër muslimani dhe më mbulu, apën. Ka shumë që menojnë dhe të më mbulu, apo. Isha mlu, po tani, kjo, lej kalkulimet Allah. Kur do më mbulu, shiko ka inne atajnake, mos shiko ka inne shanjeke, apëtën. Shiko ka qëke pjesë, që të këna dhonë na, që të jepë Allahu gjellewala. Ajë të kapë këtë udhëzim, ajë të kapë këtë mirësi, përgjigje me nështrim, atina, po pengesat, masanej, një herë përgjigje Allahu të azogjel, ati një herë, tani këshyrëm që përbohën të apëtën. Normal. Ama jo që tjetë njëri u penges për t'ju përgjishti Allah gjellewala hoptën. Kjo është esenca. A ka pengesa serioze që njëri u të pengon? Po, nësë janë serioze, asë Allah së të kërkan. Prapë në këtë rast ju ke përgjishti Allah gjellewala, se ajtë ka thonë të ashtë bërqë. Normal. Andaj gjithë më Allah të i përgjigjemi. Nga se Allah kur së kërkan që të i përgjigjemi për të i mundësive tona. Mi për jo dhe për gjithë shka me lanë uzimin Allah gjellewala, për një fjallë, për një kodi shka, për gjithë shka slijet. A ka qmim, a ka kosta, përgjigja, ka kosta. Ama të këna dhonë shumë, kjo u thërë, pak pëse pagun, s'po të nome, apo, ati në që po t'japëm na? Në po t'japëm ti pasin të pejgamberit, në po t'japëm pi keftheri me pi, në po t'japëm knatësit Allahot, fale gjunaheve, po t'japëm gjennet. Ta është pak pëse lem pa gjumë, se më se liptar bashkeqë është të pësrafshë, a për kuptan? Gjithë më kujtej qka t'kepë Allah gjellewala, edhe qka po të kërkan, pak është, qka Allah po lip, në krasim e qka në ka dhonë. Qa të ka dhonë t'japë? E inë në shani e ke, ata që po të kundërshtojnë, janë dy kategoritë, përgjithë shumë, me forma ndryshme, dhe ata të kohës së Mekës, beqen disa për tyne. As ibn Wa'il ka qenë nga kundërshtat e mdhajt pejgamberit alayhi salatu wasallam. Edhe në çdo situatë ka tentuar me nënçmu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në situata të caktuara ka thonë, çështu po Muhamedi, lënë be ato sa më koni mirë si kishin dek djem. Ai s'ka mor fund puna e tij afton. Epter, ç'kjo është epter? Epter është i kputun, do i kputun në trashëgimi, i kputun pasardhës. S'ka pasardhsaj. S'ka të ardhmaj. Në Mekë, i ka thonë. Sahi, djemë si kanë metë, i ka metë umeti, ma shumë se djemë dhe të. I ka metë gotat e haudit, veç ulema sa ka pejgamberi alayhi salatu wasallam. Sa është? Prandaj të ndëmgozër, edhe kjo është Allah që ka të kapë. Të kapë Allahu kënarin, autoritetin, të kapë Allahu umetin, të kapë Allahu garantën për vazhdimësi. Nuk gjykojnë njerëz për këtë punë, ka gjykuar Allahu për këtë punë. Gjykojnë, e ke pa njerëz gjykojnë, për shembull, ka rast, gjykatësi gjykan për shembull për një të pandehur me ekzekutim. Me ekzekutim. Ndodhë, ka ndodhë raste që gjykatësi u dek, nërsa i pandehur është liru me amnesti presidentit. Cili ka jetu pas të efte? Andaj të nërëzër, jetër dorë të Allah të barë këtë alëm. Njerë gjykojnë, normal edhe gjykimi i drejtë është i kërkuar, duhet me dënu kriminalet aftën. Mirë po, verdiktin përfundimtar për autoritet, për jetë, për pasuri, njëri kur se ka ndorë. As njerëzit, as fuqit, as kush.
Ai vendos në fund. Allahu xhallahu ala. Ai vendos. Këna me të rrethu, këna me të pengu, këna me t'inal këtë furnizimet, financimet. Ti po thush. Apo. A ka thonë aja t'inajt? Që kemë rëndësia, pëtër? Dhe munafika që ka thonë, pëtër? Ka thonë, munafikat me dine ka nësurën të ube kine, pëtër. Mos jam një pejgamberit. Mos financoni projekte tina, hatta jenë faddu, diri sa, bim për toke. Kush ja financon luftën, kush ja financon projekte, mos financon jo, edhe i bjem për toke. Se s'kan mujt me erëzu me argumente, hajtë të erëzu me financim. E përgjigja. Walillahi khazajnu samavati wal ard. Allah s'ka thonë, na të japëm një lumë që nërë të do dukat e nëzirë ti, fitën. Ja, ka thonë Allah xhallahu ala, ata po të kërcënojnë me gjitha që ka s'ka ndorë. Na po të premtojnë me gjitha që depot e qieve dhe tokës na i kena ndorë. Andaj, të nërëzë dhe ndorë të Allah të shkjapë. Udhëzimi ndorë të Allahut, pasuria ndorë të Allahut, shneta ndorë të Allah xhallahu ala. Kërë që ata e kanë kërcënu pejgamberin të s'kime pas të ardhme. Kush ka të ardhme atëm? Kush ka të ardhme? Cilë është umeti maj malë sot atëm? Për najtë, ndërru vëzër, kjo është feja Allah, valla të shkune jona, ma të shharru atëm. Për najtë, na duhet veç që të vlerësojmë këtë begati, dhe të punojmë në hapin e syve të njerëzve ka kësaj begatije që Allah xhallahu ala ka dhënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sa ai ka për të mirë njerëzve. Ai ka për mi pajtu njerëzit me Allahun dhe mi pajtu njerëz me vetë ato. Sa ka pas fushata dhe vazhdojnë herë me intezet më të lartë, herë më të poshtë, apo për ta njollos pejgamberin alayhi salatu wasallam. Për ta përmend si pejgamber ose si njëri gjakatar, që mësimit e tij krijojnë konflikte këtu më radh. Ku janë këto mësime? Ku janë këto sana? Viktima ka normal, njerëz që manipulojnë ka, mirë po në total, në çdo betejë të këtij kush po del fitimtar? Muhamedi alayhi salatu wasallam. Po mësohet më shumë biografia e tij, po përmendet më shumë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë në rrugën. Andaj Allah tha inna shani'aka, ti Allahun adhuroje, ti beson në Allahun xhallahu, ti një ke udhën e drejtë, ti bën mirë. Armiqt, Allahu xhallahu ala i trajton me atë që ata e meritojnë. Kujdes duhet me pas, syqir duhet me konë, pa dyshim, mirë po, jo me qenë barë që të pengon, jo me qenë dëmon faktor i stërmadhuar që të ndalë në veprime. Kujdes duhet me pas, punë me bo, angazhim me bo, në frymën e asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, në ndërtimin e raporteve me Allahun dhe ndërtimin e raporteve me njerëzit, familjen, shoqërinë, vendin tonë, me kon produktiv, me kon i dobishëm, me kon i mirë, në gjitha fushat, çka është e kërkuar? Shpifjet, akuzat, thashëthomet, kanë me qenë, edhe kanë me shku që kanë shku, kanë me përfundu që kanë përfundu. Prandaj të ndërvëzë surja Kauthar është surja më të vërtet madhështore, edhe në aspektin e hapjes së syve ka shi begative, edhe në aspektin e hapjes së syve edhe të zemrës ka shi rrugës me njek, po të trajtimit të pengesave që mund të shfaqen në këtë rrugtim. Që kjo është realiteti? Adhurimi Allahu xhallahu ala begatit e shumta dhe ka pengesa. Dunja i ka pengesë të veta. Pengesa trajtoj me madhësinë që meritojnë, por jo duke i fakturizuar deri në atë mas sa që të largohesh nga udha e Allahut edhe rruga e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ata thanë, ti kime marë fund, e Allahu xhallahu ala i tha, ne ta keni jep ty Kautharin, apo te ke fundit edhe në dunja me pas ndonjë zbehje, rënje, kështu më radh, dunja është kjo. Edhe pse në dunja pejgamberi prapë është fitimtari, po thënë megjithatë Allahu xhallahu ala i ka premtuar pejgamberin ahiret. Andaj Kauthari është ahireti. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahu tha, edhe fundi i takon kujna të devotshmëve, të mirëve, të sinqertëve, besimtarëve. Fundi, këtë fundit kur bëhet dihet, apo sikur se e kemi përmendur sura Al-Mutaffifin, dihet kur kesh i fundit. E çaj që kesh i fundit, kesh mas lezetshme. Se tani e din një meçi po kesh me vakt. Se ka do keshin para vakti, dhe të këtë kesh u kthehet në pezëm në depresion, se kanë kesh para vakti. Andaj besimtari kesh, ama kur keshaj, mas saj s'ka mërzi më, mas asaj qeshje s'ka më mërzi, s'ka let më, s'ka frikë më, se është qeshje e premtuar nga Allahu te bareke
wa ta'ala. Ama për ata që e kuptojnë begatin e mirësinë e Allahu xhallahu ndaj tyre dhe e shpërndajnë me njerëz të tjerë në kuptim të udhëzimit e përfitimit e pamirësisë, gjithmonë në frymën e asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ndërmjet përmbledhje e surës Al-Kauthar. Allahu xhallahu ala uzot në rrugën e drejtë e na mundsoj që gjithmonë të jemi në shoqëri të mësimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, po edhe në ahiret të pim nga gota e nga dora e Muhamedit alaihi salatu wasallam, duke marrë përgëzimin se jena ummeti i tij, e larg asaj të marrim ndonjë çortim se e kemi ndryshuar rrugën pas tij. Allahu na ruajt e na mbrojt nga çdo devijim e çdo lajthitje, edhe dalin nga rruga e Muhamedit alaihi salatu wasallam. Allah e shpëlojë për vëmendjen në kaq për këtë pjesë. Wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.